Kosova si rënditet? Kosova ishte me 18%, kuptohet vazhdon të jetë një përqindje e lartë, por si do që tjetë shgati është gjysma shumë herë më jona. mirë se vendi ynë. Shgati gjysma jona. Pse janë këto shifra? Ka një ndryshim në rastin e Kosovës me Shqipërinë, sepse shumë herë më hapur ndaj tregut dhe mendësisë europiane të bërit punës në krahasim me Shqipërinë, dhe ndodh që në Shqipëri vazhdon të jetë shumë i lartë informaliteti. Por aq kohë sa informaliteti është i lartë, por aq kohë sa vendet e punës nuk janë të sigurta, por aq kohë sa nuk ka mjaftueshëm inspektorë që të bëjnë monitorimin të gjitha bizneseve, kompanive dhe institucioneve në vend, atëherë do jetë shumë herë më e vështirë që tregu dhe ekonomia të funksionojë siç duhet, që të japi të ardhurat çdo personi që ta përballojë pa vështirësi ose normalisht muajin për vete dhe për familjen e vet. Sigurisht në këto shifra kishte një ndryshim mes personave që janë më të kualifikuar dhe personave që janë më pak të kualifikuar, ose personave që janë me fëmijë dhe atyre që nuk janë me fëmijë. Ato që ishin më pak të kualifikuar dhe që ishin gjithashtu me fëmijë, kishin më shumë vështirësi që ta shtynin muajin me të ardhurat që merrnin, krahasim me pjesën tjetër. Po kjo është e